Unë mos pari du me falendëru normal publikun që më ka pru deri këto. Unë mendoj që meritoj pse. Unë besoj që prej fillimit jam kanë në këtë lojë, jam mundu me analizu gjithmonë se cilin banor këto që ka ba, jam mundu me i parashiku në çdo aspekt. Këtë gjë kemi diskutuar edhe disa herë me lëndrimin, domethënë gjatë të rrugtimit. Unë ju them sinqerisht, i vetmi që unë kam pa për çka i kemi dhënë lojës, i vetmi që kam pas kundërshtar të fortë a kanë lëndrimi, jo për me në vlerësu tjertë, po që kam menu që ka paka shumë të njëjtin kapacitet, ose pa ofendime, pa kështu, ose pa përdor tepër dikan, po me kapacitet tonin, edhe kisha pas që me dhona një shembull siç ka qenë debati jo Lavanderiç që ne kanë komentu opinionistat si një debat tamam për Big Brother. Në të njëjtën kohë besoj që vlerat që kam sjell këto, po më vjen diçysh edhe mora dhe me thana, unë e di që kam sjell vlera, e di që jam kujdes për tjertë, e di që kam pas mirësi shumë të madhe që ndoshta edhe mund të ketë penalizu, ata nuk e dim, por prapë se prapë unë që kam këshu me ba këto, pasha zotën dhe më thonë gjithmonë me intencionet, me intentions të mira, dhe më thonë të pastra, kur për me i ba dikuj dam ose keq e ndjenja, normal, në kuadrë të lojes, kam ba gjithmonë qka kam dash, qka kam mujt, si që kam zit debate, si që kam qëndru pranë debateve, nëse jam sulmu, kur nuk jam mbyll me kajt ose me vujt ose me ik debatit, po kam qëndru fort, nuk jam tërhek asë njëherë, besoj që dihet, kam të regu shpërthime, kam pas, normal, kam shfaq nervoz, kam shfaq lumëturi, me raste edhe ka ndodhë lët, momente fani, sidomos me lëndrimin që kemi ba e kriju këtë mrena, se këtë djetë që është më fani se une, po. Edhe thjesht e di që kam dhonë shumë, besoj që kam dhonë një shembull, edhe e di sa të vështirë unë e kam pas marrë këto me i përshtat këti realiteti, të marrë parasysh që unë jam rrit jashtë edhe kontakti jem me shqiptari e me shqiptar ka qenë minimal, shumë minimal. Unë nëse jam këtu në shqiptari, jam këtu për me pa familjar, unë shëshnik ne i s'kam pas kur. Janë edhe mentalitetet pak në kundërshtim, pak në luft, të se cili mentalitet mundosh me marrë matë mirat e me i lanë të këqijat. A e banë këta gjithmonë mirë, ajo nuk i dihet. Edhe fakti që kam kam pas nështë do gjonat mija jashtë që i kam lanë, fakti që edhe kam në lidhje, që është kanë rrjedhë situatat këto, prapë se prapë unë e menoj që me gabu, tu tentu me ba mirë, është ma mirë se me ba keq. Kështu që unë e për gjitha këto arsye mendoj që e meritoj. Shohim nesër, fitoft më i mirë.